Luis Elie ka konfirmuar vetë se do të jetë moderatori i Ferma VIP, një surprizë e madhe si për publikun, ashtu edhe për vetë atë. Ai pranoi se nuk e kishte pritur këtë mundësi, por e mori me entuziazëm dhe është i gatshëm të sjellë një dimension të ri në këtë format. Luis i theksoi se eksperienca e tij në ekran, aftësia për të komunikuar me publikun dhe natyra e tij spontane do ta bëjnë Ferma VIP edhe më tërheqëse dhe argëtuese për shikuesit. Ky rol i ri si moderator shënon një hap tjetër të rëndësishëm në karrierën e tij, duke dëshmuar edhe një herë se ai nuk është thjesht një këngëtar i talentuar, por edhe një figurë shumë dimensionale e ekranit shqiptar. Me karizmën dhe humorin e tij unik, ai pritet të sjellë freski dhe energji të reja në këtë format të njohur televiziv. Por edhe pse po merr këtë angazhim të ri në televizion, Luis Elie nuk ndalon me punën e tij të palodhur në muzikë. Ai vazhdon të jetë një nga këngëtarët më të kërkuar në showbiz, duke sjellë projekte të reja muzikore dhe duke performuar në skena të mëdha brenda dhe jashtë vendit. Me një kalendar të mbushur me koncerte dhe një audiencë që ndjek me pasion, ai vazhdon të dëshmojë se është një artist i suksesshëm dhe një fenomen i padiskutueshëm i muzikës shqiptare. Pavarësisht sfidave të reja dhe projekteve të ndryshme, Luis mbetet besnik ndaj artit dhe publikut të tij, duke mos i lënë pas dore fansat që e kanë mbështetur në çdo hap të karrierës së tij. Ai është gati të shkëlqejë në muzikë, ashtu edhe në televizion, duke u bërë një nga figurat më të rëndësishme të momentit në estradën shqiptare. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!